Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Kosovë ku është vrarë me armë zjarri një grua 7 zënë nga dyshohet bashorti i saj, e ndërkohë është qelluar dhe bashorti. Për folur për këtë ngjarje dhe më shumë detaje lidhur me këtë, po themi, ngjarje mjaft tragjike, kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Faton Mehmeti. Faton, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve. Faton, a mund na thoni më shumë detaje lidhur me këtë ngjarje tragjike? Po, ngjarja ka ndodhur pra mbrëm rreth orës 23 në komunën e Malishevës, ku tashmë i dyshuari, pra dyshohet sipas prokurorisë, pra që është autori i cili ka qelluar tashmë ish gruan e tij tashmë të ndjetë, dhe e cila ka ndruar jetë pastaj në qendrën klinike universitare në Prishtinë në orën 1:30 pas mesnatë. Dhe pasi e ka qelluar tashmë ish gruan, dyshohet tashmë se personi tashmë e ka qelluar veten në kokë me një plumb, por ende është gjallë. Policia në momentin kur kanë arritur, i kanë gjetur të dy gjallë dhe i kanë transportuar deri në qendrën klinike universitare, ku tashmë të jetë lira ka ndruar jetë edhe mbetet në gjallë dhe në jetë ende ish bashkëshorti i saj, i cili po lufton me jetën në gjendje shumë trane. Kështu që kjo është një ngjarje jashtëzakonisht e madhe. Vajza tashmë gruaja pra në fjalë ka qenë 7 zën në muajin e 34 fuqit të shtatzanisë, por fatkeqësisht pa mundur të jetoj vetë, por edhe për më tepër pa mundur, pasur mundësi që ta shijante frytin e tyre të dashurisë, sepse ish bashkëshorti i saj i mori jetën. Dhe duket që kjo është një ngjarje shumë e rëndë në vazhdim e shumë ngjarjeve që kanë ndodhur në marrjen e jetëve të grave. Nuk është në rasti i parë as i fundit ky, por fatkeqësisht femicidi po vazhdon ende në Kosovë, dhe kështu që po merr jetë të vajzave të pafajshme dhe mungesë të një vetdije të lartë qytetare për të zgjidhur problemet në një mënyrë krejt normale dhe siç ndodh në vendet e civilizuara shqiptare, duket që ende nuk janë shtetruar aq shumë sa për të zgjidhur këto probleme në një mënyrë tjetër pas me armë. Faton, a kemi të dhënën deri tani se ka pasur konflikt mes çiftit më përpara? Po, thuhet që kanë pasur, megjithse disa të afërmit të tij sot e kanë mohuar një gjë të tillë, mirë po duket se ka pasur informacione. Pra kemi informacione të mjaftueshme që çifti ka pas, sidomos vitin e fundit ka pas konflikte të vazhdueshme, sepse personi tashmë i dyshuari ka jetuar në Gjermani për 4 vite dhe që një muaj ndodhet në Kosovë, dhe sipas familjarëve, dëshmisë së tyre që e kanë dhënë në organet përkatëse, ata kanë thënë që djali i tyre në vitin e tij të fundit ka shfaqur disa shenja depresive, kështu themi, pra ka shfaqur disa shenja jo të mira të shëndetit mendor, edhe i cili ka ardhur nga Gjermania pra para një muaji për të kaluar pushimin në Kosovë, dhe kështu që kjo është mirë. Po arma me cilën është qelluar ka qenë e babait të djalit, dhe ai e ka pranuar pra se është arma e tij, ka thënë që e ka me leje dhe ka dhënë deklaratën dhe mbetet tash prokuroria për të vazhduar hetimet. Dhe një pjesë e madhe e fajit është e personit fjalë pa babait të djalit, i cili nuk e ka mbrojt armën siç duhet. Pra sepse arma ku është diçka personale dhe nuk duhet me u lënë me pas çaste të gjithë, sepse një moment në tension ja çfarë ndodh, dhe kështu që nuk është se ç'bëhet më situata. Çifti jetonte në Kosovë apo kishte ardhur së fundmi në Kosovë? Jo, nuk jetojnë në Kosovë, Gjermani kanë jetuar, kanë ardhur në Kosovë që një muaj, dhe këtu pra ka ndodhur pra ngjarja pra komunën e Malishevës, dhe sa çifti ka jetuar në Gjermani. Faton, a është përtej dyshimit që gjithë ngjarja, po themi, ka ndodhur në këtë formë siç ju e thatë, pra në kuptimin që mos ka pasur persona të tretë të përfshirë në ngjarje, apo është e sigurt që kjo është dinamika e ngjarjes deri tani nga hetimet? Personi i tretë mund të jetë personi i tretë jo i praneshëm, kuptimin që të jetë bërë sebeb dikush për një shkak një xhelozie, por jo që ka qelluar dikush tjetër. Sepse në momentin kur ka ndodhur gjëra, vetëm këta dy kanë qenë në dhomë, pra përjashtohet në mënyrë automatikisht që të ketë qenë dikush tjetër.
pra ajo tashmë dihet që personi ishte bashorti e ka qelluar tashmë gruan dhe ai pasi e ka kryer pasi e ka qelluar gruan ka tentuar t'i marrë jetën edhe vetes. Po deri më tani është ende gjallë me intubim dhe në një gjendje shumë traumë, pra po mbahet me aparaturë në jetë dhe pra nuk është i përfshirë asnjë person fizikisht aty, mirë po mund të ketë qenë si sebeb për shkak të një xhelozie. Pra këto janë dyshimet e para, por edhe për shkak të llojit të vrasjeve dhe mënyrës se si ka ndodhur, kjo mund të jetë një prej arsyeve kryesore, nuk përjashtohet natyrisht që të ketë edhe arsye tjera, mirë po shumicën e rasteve xhelozia, pra ose dyshimi për përfshirjen e një personi të tretë në një marrëdhënie të tillë mund të ketë krijuar probleme që ka quar edhe në vrasje edhe në këtë krimin e dyfisht, po themi, sepse edhe personi tashmë që ka qelluar Zoti mund të bëjë mrekullimin, po gjasat sipas mjekëve i ka shumë të vogla për të mbijetuar gjatë. A kanë pasur fëmijë të tjerë përveç atij që po prisnin që për fat të keq ka humbur jetën bashkë me nënën? Nuk kemi këtë informacion, po duket që jo, sipas informacioneve që unë i kam, nuk ka pas fëmijë tjetër, mund të kenë pasur ose mund të mos jetë zbuluar për ne si media, por nga ato që unë personalisht kam arrit të marr, nuk gjithë më ka rezultuar nga gjithë që nuk ka, pra gjithë njerëzit që i kam pyet kanë thënë që nuk ka pas tjerë. Fëmijë i parë ka qenë ky i cili është prit që të vijë në jetë, mirë po fatkeqësisht nuk erdhi asnjëherë në jetë dhe nuk e pa asnjëherë këtë botë. Dhe për më tepër edhe nëna e cila priste me shumë dashuri që fëmijën e parë ta shite në jetë, edhe ajo tashmë nuk është sot. Është raportuar që dhe agresori, pra autori i ngjarjes, dyshohet se ka pasur probleme të shëndetit mendor. Deri tani në çfarë pike, le të themi, jemi në vërtetimin e këtyre informacioneve? Nuk ka pas personi në fjalë ndonjë si them diçka zyrtare nga mjekët ose të ketë bërë një kontroll psikik, neuropsikiatrike etj që të ketë diçka të dokumentuar, mirë po familja kanë thënë që vitin e fundit ka pas një lloj depresioni personi në fjalë. Pra ata e kanë shpreh këtë para organeve të rendit edhe pse për media pastaj e kanë munë gjë të tillë, mirë po ne kemi informacione që ata kështu kanë thënë, tash më mbetet për të parë ose ne informacionin e kemi të gabuar ose familjarët e kanë ndryshuar deklarata ndryshe kanë thënë para organeve të rendit dhe ndryshe para prokurorisë, para gazetarëve po themi, por mbetet pra kjo ka qenë, pra ajo vetë njerëz të afërmit e tij, familjarët e kanë thënë që vitin e tij të fundit nuk ka qenë si më parë, pra ka qenë më nervoz, më agresiv, pra mbetet tashmë, por nuk ka diçka zyrtare po themi, nuk ose është bën ndonjë kontroll sa ka qenë. S'po deri më tani nuk ose kemi një informacion tillë, mbetet tashmë gjatë mbledhjes së fakteve, prova prokuroria të mund të ketë këtu sepse sigurisht mund të ketë qasë edhe në Gjermani prokuroria, mund të kërkojë dokumentacion atje se personi në fjalë a ka pasur zyrtarisht diçka, mirë po me ndonjë problem psikik, po ne nuk ose e kemi këtë informacion deri më tani. Faton, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve, kënaqësia ime.